kujtohet njëherë në trafikun e qytetit tim, në semafor në përgjithësi shikoni që ka gjithmonë njerëz që kërkojnë që lypin, më bëri përshtypje që një person që kërkonte dhe lypte, po i gjemonte një makinë luksoze nga mbrapa me shpresën që do të merrte diçka. Makina po ecte, ai vraponte, në një moment makina ndalet në semafor kur lypsi nevojtari pret me shpresë dhe me gëzim që ata do t'japin diçka, në vend që t'i jepin një ndihmë dhe para, ata nxorën fasoletat me të cilët kishin fshirë hundët e tyre dhe ja hodhën në dorë. E të paktën tha, as mi kursye këto fasoleta, të paktën këto mos mi jepnit. Pash një skem të tillë dhe mendova, si ka mundësi që njerëzit të vinë në këtë nivel? Si ka mundësi që e pakta gjë është mos e hapin xhamin e makinës apo t'i thonë nuk ka mundësi? Pse duhet ta bëjnë një veprim të tillë që në vend që ta ndihmojnë dikë, shkojnë dhe ofendojnë atë? Mendova që kjo është një tregues se kemi probleme shumë me zemrën tonë. Se njeriu kur ka probleme me zemrën e tij, bën veprime që ndoshta dhe vetë nuk i kupton. Ajo që ne po vuajmë shumë sot si shoqëri është që nuk po përjetojmë dot me zemrën tonë. Nuk e përjetojmë hallin e tjetrit, problemin e tjetrit, nevojën e tjetrit, se nëse do ta përjetonim diçka të tillë, e pakta gjë do të na vinte keq për atë njeri. Do të mundoheshim ta ngushëllonim atë, do t'i thonim një fjalë të mirë, por kurrë nuk do të bënim një veprim që do ta ofendonte atë apo do ta bënte atë të ndihej më keq. Pse të parët tanë, edhe pse s'kam patur mundësi, kanë jetuar në varfëri, kanë patur hallet e tyre personale, por kanë ditur t'i ndajnë dhimbjet me njëri tjetrin. Dhe dhimbja atëherë ka qenë më e lehtë. Ka qenë më e lehtë sepse është ndarë me të tjerët, sepse zemrat e tyre kanë ndier hallin e tjetrit, kanë ndier problemin e tjetrit. Ndërsa sot ne kemi mundësi. Kemi shumë më tepër mundësi se sa të parët tanë, por pse sot nuk i ndajmë dot dhimbjet me njëri tjetrin? Secili është mbyllur në botën e tij, në zemrën e tij, secili mendon vetëm për hallin e tij dhe nuk do t'ia di për tjetrin. Ka shumë rëndësi zemra e njeriut, ka shumë rëndësi butësia e zemrës së njeriut. Për këtë arsye Zoti shikon zemrat, i gjykon zemrat. Mund të bëjë njeriu shumë gabime në sjelljen e tij, në fjalët e tij, por ajo që ka shumë vlerë tek Zoti është se çfarë ka njeriu në zemrën e tij. Mundet që njeriu të flasë bukur, mundet që të arrit ta mbushë ty mendjen me sjelljet e tij, me diplomacinë e tij, por nëse zemra e tij është e zezë, nëse zemra e tij është katran, nëse zemra e tij është pajet, Zoti nuk i shikon as fjalët e tij, as veshjen e tij, as diplomacinë e tij, por shikon ato që njeriu ka në zemër. Prandaj i treguan profetit ton Muhammedit alayhis salam për një grua, e cila i bënte disa punë të mira, edhe adhuronte Zotin, por kishte lidhur një mace. E kishte lidhur atë sepse masja kishte shqetësuar, e kishte lidhur për ta dënuar atë, e kishte lënë pa ngrënë dhe pa pirë, pa bukë dhe pa ujë, derisa ajo masë kishte dhënë shpirt. I than profetit alayhis salam, çfarë gjykimi ka për këtë grua? Ajo tha, është në zjarr. Është në zjarr ai njeri i cili nuk ka dëmshuri në zemrën e tij, i cili e shikon një krijesë të Zotit, edhe sikur të jetë kafsh, e shikon duke vuajtur, duke dhënë shpirt për ditë dhe nga pak dhe çon deri në vdekje atë. Imagjino sikur të shikosh njerëzit me hallet e tyre, me dhimbjet e tyre, duke vdekur, duke vuajtur, e ty nuk të lëviz zemra, e ty nuk të bën përshtypje. Me të vërtetë, kjo lloj zemre, e cila nuk ka butësi, nuk ka jetë, nuk ka ndjeshmëri, vendi i saj është zjarri. Zoti na ruaj prej zemrave të tilla, Zoti na ruaj prej dënimit dhe prej fundit të këtyre zemrave. Vëllezër dhe motra, ne kemi shumë nevojë për zemra që ndjenjë, për zemra që e vendosin vendin e tyre në vendin e tjetrit. Për ata njerëz që e ndjejnë sikur të isha unë i smuri në spital, sikur të isha unë ai hallexhiu, sikur të isha unë ai që më shprishur shtëpia, sikur të isha unë ai që kam fëmijën smur, si do të sillesha, si do të shikoja njerëzit, nëse nuk dalim nga problemet tona, nëse nuk e vendosim veten tonë në vendin e tjetrit, ne do të jetojmë të vegjël, do të jetojmë shumë cinik, do të jetojmë shumë të verbër,
ne nuk do ta shijojmë edhe atë që na ka dhënë Zoti neve. Sot është koha kur njerëzit kanë shumë informacion, kur mendjet e tyre ka shumë dituri, po për fat keq kur zemrat e tyre kanë shumë varfëri. Ndërsa kjo mendje le të di çfarë të di, nëse nuk shoqërohet nga një zemër që është e butë, që është e ndjeshme, i ngjan asaj makine, e cila e ka motorin shumë të mirë, që e mund të eci shumë shpejt, por që timoni i saj pret gjithmonë gabim. Edhe nëse makinave nuk ju punon timoni, drejtimi, ato shkojnë në humner, ato shkojnë në shkatrim. Prandaj dhe jeta jonë, shoqëria mbar botërore, pse ka ardhur në këtë gjendje? Ka ardhur se njerëzit nuk po kanë më zemra që ndjejnë, nuk po kanë më zemra që kanë dëmshuri dhe që kanë ndjeshmëri. Më lejoni ta ndaj edhe këtë me ju, me shpresën që do të fillojmë të ndjejmë pak zemrat tona. Thonë që kur u kthye nga një luftë i dashuri i Zotit profeti Muhammed a.s. të gjithë prisnin prindrit e tyre, baballarët e tyre, por pasi u larguan të gjithë, ai pa një njeri, pa një fëmijë i cili po priste babajin e tij, por babai i tij kishte rënë dëshmor. Askujt si bëri përshtypje ky fëmijë përveç profetit Zotit. E pa që ai po qëndronte, u afrua dhe e pyeti se kë pret, ai tha jam djali filanit. Profetit i mbushën syt me lot, sepse babai i këtij fëmije kishte rënë në betejë dhe e përqafoi fort atë, e shtrëngoi fort atë si për ta ndarë dhimbjen e fëmijës me veten e tij. Për t'i treguar atij që edhe unë jam me ty të ka humbur prindi dhe kjo është një humbje që nuk zëvendësohet, por më ke mua, ke ndjenjat e mia, ke shpirtin tim, ke dhe zemrën time me ty. Ky profet faktikisht erdhi për t'i mësuar të gjithë njerëzimit, kini zemra të ndjeshme, kini zemra të shëndosha, sepse Zoti do t'ju gjykojë me ato që është në zemrat tuaja. Nëse nuk keni mundësi t'i ndihmoni njerëzit me pasurinë tuaj, nëse nuk keni mundësi t'i ndihmoni njerëzit me kushtet dhe me mundësitë tuaja, të paktën ndajeni dhimbjen e tyre me zemrën tuaj. Të paktën thoni atyre një fjalë të mirë, thoni atyre një fjalë që i inkurajon. Prandaj ky profet na nxiti shumë të vizitojmë të smurët, se vizita e të smurit reflekton parsisht tek vizitori, i zbutet atij zemra, e vendos veten e tij në atë shtrat, po ti isha unë, a do kisha dëshirë të mbinin njerëz për vizitë e ta ndanin dhimbjen me mua. Prandaj ky profet na nxit shumë, vizitoni varrezat, se vizita e varrezave ju kujton realitetin e kësaj jete. Prandaj na nxiti shumë të kujdesemi për kafshët, se për kujdesja për kafshët e zbut shpirtin dhe zemrën e njeriut. Prandaj na tha, nëse s'keni mundësi të ndihmoni një jetim, përkëdhelni kokën atij, sepse çdo qime floku që kalon në dora juaj do të jetë falje për gjunahet tuaja. Thonë që njeriu kur merr pjesë në shpërndarjen e ndihmave, kur merr pjesë në mbështetjen ndaj jetimëve, ai kthehet me pasuri të jashtëzakonshme. Nuk është pasuri materiale, por është pasuria e zemrës. Zemra e tij zbutet, fillon dhe vlerëson më mirë të mirat e Zotit, fillon dhe i ndjen më mirë hallet dhe problemet e njerëzve të tjerë. I lutem Zotit parsisht për veten time, për gjithë ata që më dëgjojnë vëllezërit dhe motrat, që Zoti na jap një shpirt dhe një zemër që është e butë, që është e ndjeshme. Kush e ka zemrën e butë dhe të ndjeshme, ai do t'i shijojë ndryshe të mirat e Zotit, po ai do di t'i ndajë dhe dhimbjet e njerëzve me veten e tij. Shoqëria jon ka shumë halle dhe shumë probleme, por unë mendoj që themeli i këtyre halleve dhe problemeve është ndjeshmëria në shpirt, është ndjeshmëria në zemër. Prandaj Zotit i lutem për një zemër të ndjeshme, për një zemër që ka dëmshuri, që di ta ndaj hallin, nevojën, problemin e tjetrit me veten tonë. Zoti na bëf për këtyre njerëzve.